Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafas, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve që ndjekin në rrugën e tij deri në kiamet. Allah na këshillon me fjalën e tij: o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si ta kanë atij, edhe asesi mos vdesni vetë se me iman. Të dashur vëllezër, Allahu xhaleshanhu e ka dhënë një rregull në Kur'an, për cilën kemi folë një herë, por nga një kënd tjetër, ku Zoti ka thënë: belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu është ai që mas miri e njeh veten e vet. Walau alqa ma'adhira, edhe pse shpesh mundohet me arsyetu veprimet. Fjala basira, njeriu është i vetëdijshëm për veten e tij, ka dy kuptime. E para, i ka të qarta veprimet e tija, a janë halal a haram. Edhe dyta, e ka në kontroll veten e vet, kërshi këtyne veprimeve. Mundet me nal nga harami. Të dashur vëllezër, asnjë haram thuj se nuk është i panjohur në këtë zaman për njeriun. Gati kudo në botë, njerëzit e dinë të vërtetën edhe e dallojnë prej të pavërtetës. Njerëzit e dinë çka është halal dhe çka është haram. Çka bën me bën, çka s'bën me bën. Edhe nëse nuk janë të jetuar në një shoqëri islame, mundësia për marrë të e vërteta thuj se është çdo kënd valide, mundur. Gjithsesi, na po flasim për pjesën e muslimanëve ku kanë mundësi me e ditë çka mirë, çka keq. Njeri dhe pse e di të mirën dhe të keqen, kur do me e bën të keqen, gjithmonë gjon një arsye. Zoti ka thënë, insani është i vetëdijshëm për veprimet e tij, edhe pse arsyeton ka vetveten. Pra, kërkush nuk qohet me bën një haram, tu thonë është haram, po du me sfidu Zotin. Është haram, po du me shku në xhenem, se kam problem këtë punë. Është haram që për inati du me bë, kush mund me mnal? Jo, gjithmonë njeriu a gjan arsye vetvetes. Kjo është shkaku pse i fillojnë njerëzit me i bë haramat. Musa alayhi salam njëherë të dash me da njeri, dy vetë, një të popullet vetë, një popullet faraonit, armik të vetën, e ka shty, thuhet se i ka mshu, po qa që ka qenë i fuqeshëm sa shtymi ati ose ajo erami ati e vogël e ka mytë në vend njerin. Musa a.s. nuk është arsuetu, nuk e ka bo vetës rafsh me qetë arsye, hajtë se kjo është armik, hajtë, e ka di që haram jo haram, dam jo dam, edhe që ka thonë, o Zot, të mirat të cilat ti mi ke dhënë, mos më lejo që unë mi përdor për të mirat, fuqin, ka qenë i fuqishëm sa 10 burra e ma shumë. Mos lejo me i përdor të mirat që mi ke dhënë për keq. Edhe ka kërku falet të Allah që gabimisht e ka më, nuk e ka arsyetu vetën. Jusufi a.s. kur ka hyrë në dhomën, kur e ka mbyll dyert e zoja, që cekët që kanë qenë 7 dyrë, jo një, nuk e ka arsyetu vetën haram, me thonë djaliri që kam me ba, mu në epshe, mu mbyllën dyrë, s'pata ku me shku, pështeta për mure, pendo masanena të Zote. Jusufi a.s. nuk e ka arsyetu vetën me kësa, nuk i ka gjetë arsyet kota, ka thonë harami është haram, edhe ka thonë ma'adha Allah, Allah i mërujt, Zoti më mbrojt, ku përmone se bëj haramin. Pejgamberi a.s. kur e kanë marrë këtë pasunin mushrikt, edhe po bën hijrat, me gjitha ta mushrikt, edhe pse i kanë shpallën armiqësi, dhe vetmin person të cilit ja kanë besu pasunit e veta, qypat me lira, thesart me dukat, kanë qenë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë vend amaneti ku i kanë rujt dukat të tyne. Kur ka ikë pejgamberi alaihi salatu wasallam prej Mekës Medina, e kalon Aliun radhiyallahu anhu dhe i ka tregu kur del drita dhe të përhapët lajmi që kum shkuune, kom bo hijrat, ti që të thes e që të qyp, e që të qantë kemi adhon filani, këto fistekit. Që tyne njerëzve që po ikë prej tyne. A arsuetoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjedhjen me faktin se hajtë më këta jënë të më largu pi venit, t'ja marrën e pasunin. Jo.
Nëse ty, dikush të ka bëni të keqe, mos e arsyeto ti më ja kthy të keqen me thonë se ky më ka bën mu dje. Absolut. Nëse të ka bën dikush zullum, mos e arsyeto të këqija të cilat ti mundesh më ja bën të ka shanca tinza ose në sy. Prandaj njeriu ose ju arsyeton veprimet e veta haramat i bën halal, ose zullumet që u bën të tjerëve i arsyeton, pra ose ndaj vetvetes ose ndaj të tjerëve. Kemi njerëz të cilët s'mundet mu martu me halal, shkon haram. S'ka arsye tem. Nuk ka arsye tem. S'ka arsye tem. E dyta, ka njëri i cili ka qenë një biznes e thotë s'po mbes biznesi. Qa me bon? Ty në haram. Shket marrë kamat. Ose t'ja nisi të bëj dallavere me qka? Senin falës me jasë qitë për original. Ja s'ban. Nuk ban. Nuk ban. Po unë masënej një mëjtë gjami si qoj pare, unë e bëj... Mos e arsyeto harame. Nuk të arsyetot harame. Qa ka ndalu Zoti mos e ban. Andaj, nëse doni me dit se ku fillon e keqja të njeriu, kollaj e keni. A ke fillu do sane, do harame që bi ban, mi arsyetu, mi abo vetës rafsh. Edhe do halale, ose farze që du të mi ba, a ke fillu me lëshu pa. Por shamull, ka vlla besimtar që e falë sabahin në xhami. Ka fillu mos me falë në xhami. Me çfarë arsyetimi, po jam i lodhën edhe s'po muj me shku në punë. Kështë arsyeton njeriu, një herë 2, 10, 100. Edhe i bën normal mos me dalë me falë sabahin në xhami. Ai tjetri mos me falë xhumon. Ka shinzan të hoxhëve se e kena pas një darsë me djalin me pse e ke lënë xhumon djalin me feju, me martu. Pse e ke lënë? Pse se lajnë 2 orë mas xhumos. Andaj pa dash me zgjat. Mos ju arsyeto as gabimet dhe tolerimet që ja bën vetës. Mos ju arsyeto kur s'ki arsye. Thuaj haram jo haram. As mos ju arsyeto të këqijat që mundesh me ja bë dikujt tjetër në amën të asaj se ky mund ka pas bë me një farvakti. Se nuk ban. Lusë Allah në gjelë që nga bëj për atyre që nuk e arsyetojmë keqen. As në vetën tonë, as ka fshet të tjeve. Lusë Allah në që të nga mënsej më u largu prej haramit edhe mos me toleru absolut. O Zot na fal, na forcoj imanin, na lidh zemrën me ty, na mëson që vetëm të shpresojmë tek ti. Asësi o Zot ajo që s'është e jona, nga pasuria, apo nderi, apo pozita, që s'është e jona, mos mundohemi me marrë përmes haramit. Zot na fal, na forco, fali prindërit tanë, mëshiroj të vdekurit tanë, uzoj e vladet, dhe na rinjallë ditën e kiametit mesin e besimtarve, në hijen e arshit tënd atë ditë kur s'ka hije tjetër pas saj. Allahumma amin.